Pastaj, në gjitha rajonet, përfshirë Pejen, ne do ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, për ta përmirësuar cilësinë e jetesës së familjeve dhe për të garantuar zgjidhje efikase të qëndrueshme dhe të përballueshme energjetike. Ju e dini, dashur qytetarë, që në termoelektranat e Kosovës A dhe Kosovës B, duke djegur qymyrin, linjitin, e shndrojmë energjin termike në energji elektrike, e që më pastaj energjin elektrike ribëjmë termike, sepse aq shumë shpenzojmë për të ngrohur me ta. Andaj, kogenerimi, sistemi i ngrohjes është zgjidhja. Unë e di që ju i nxeni sallat me pjesëmarrje, por nuk mjafton kjo. Duhet i kemi të ngrohta dhe shtëpitë tona, dhe kjo bëhet duke e pasur kogenerimin, sistemin e ngrohjes me energji termike, me avullin e termoelektranave të qasshëm për ngrohjen e shtëpive të këndshme familjare, anë mban e në veçanti këtu në Pejë.